Këtë të diel u përkujtua 11 vjetori i shërbesës së shenjtërimit të katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Qindra besimtar ortodoks kujtuan rëndësinë e kësaj dite të shënuar dhe gjithashtu morën pjesë në liturgjinë hyjnore që u drejtua nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit e të gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij Zot Johani, i cili rikujtoi punën e bërë nga paraardhësi i tij kryepiskopi Anastas, të cilin e quajti arkitektin e ngritjes së kishës. Sot përkujtojmë shenjtërimin e kishës. Përpara 11 vjetësh kjo kishë u shenjtërua nga kryepiskopi Anastas dhe shumë primat të kishave të tjera. Dhe në çdo përvjetor, padyshim që ne falenderojmë të gjithë ata njerëz të cilët bën të mundur ringritjen e kishës, dhe padyshim roli kryesor dhe arkitekti i ngritjes ishte kryepiskopi Anastas, për cilin e falenderojmë dhe jemi mirënjohës gjithmonë. Shenjtërimi i kishës është diçka shumë e rëndësishme, sepse shenjtërimi do të thotë që prania e shpirtit shenjtë, prania e Perëndisë është brenda kishës. Tradita e shenjtërimit të tempullit të çdo kishe vjen nga Dhjata e Vjetër, kur Solomoni ndërtoi tempullin e tij të madh, 80.000 gurgdhëndës punuan për 7 vjet për gurët, me arë të hollë, u mbuluan tavanet e gjithë. Ishte një mrekulli ndërtesa. Por Solomoni e kuptonte që kjo nuk mjaftonte. Edhe nëse tavanet ishin veshur me arë, edhe zbukurimet e tjera ishin të gjitha, përsëri nuk mjaftonte. Dhe ju lut Perëndisë, duke i thënë këto fjalë, që nëse populli yt thot gabon, e mëkaton, dhe për këtë shkak thot ato largohen nga ky vend, toka nuk jep prodhim, nëse pendohen dhe vinë dhe luten, fali. Të pranishëm gjatë liturgjisë hyjnore ishin dhe mitropolitët e Apollonisë dhe Fierit Hirsi Nikola, i Elbasanit Hirsi Andoni, i Beratit Hirsi Asti, i Amantias Hirsi Nathanaili, episkopi i Krujës Anastasi dhe klerik të kryepiskopatës së Hirshme.